إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga nefsi jon dhe veprat tona të këqija. Kallzon Allahu azza wa jall në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë nga ajo rrugë. Dhe atë që Allahu azza wa jall e humb me drejtsinë e Tij, askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall, ai është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavate dhe selame e lavde të shumta dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamati të nderuar, Allahu azza wa jall na porosit në Kur'an: "Ittaqu yawman turja'un fihi ila Allah." Keni frikë ditës në cilën do të ktheheni tek Allahu. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Pastaj çdo njeriu do t'i japet ose do të shpaguhet për atë që ka fituar dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Kurse I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot: "Fjala më e mirë është libri I Allahut, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të këqija në fe janë ato të shpikurat dhe çdo vepër e shpikur është humbje dhe bidat. E çdo humbje bidat, fundi I tij është zjarri." Xhamati të nderuar, pasoj hyrje ju këshilloj me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frikë e cila na bën të përgatitemi për ditën kur do dalim para Allahut azza wa jall, ku atje secili do të shpërblehet për atë që ka punu dhe si bëhet pa drejtësi askujt. E që atë ditë të dalim para Allahut faqebardh, I kemi këto dy shtylla të fuqishme, Kur'anin dhe Sunetin, cilin Allah azza wa jall Kur'anin e ka thënë fjala më e mirë, e udhëzimin më të mirë. Fëmija mos bëni zhurmë matinal. Dëgjoni. Lavdim. Ne ka dhënë këto dy shtylla që përsa njeri është I kapur prej tyre, nuk do devijon kurrë. Ajo në Kur'an dhe Suneti. Allahu te bareke wa taala vllazni I dha njerëzimit dituri të shumta të dobishme. Por diturinë më të madhe që Allahu azza wa jall ja ofroi njerëzimit është shpallja. Është shpallja Kur'ani dhe Suneti, me cilin erdhi dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe cilin e kuptuan saktësisht shokët e tij. E kuptuan madhështinë e kësaj diturie, e jetësuan në praktikë dhe arritën ta fitojnë jo vetëm ahiretin, por dunjon në rand të parë, pastaj lumturinë këtë botë dhe lumturinë në botën tjetër. Mirë po, I dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëru se do të vjen kohë kur kjo dije do të humbë. Sot Ziyad ibn Labid radiallahu anhu, përderisa thot I dërguari sallallahu alaihi wasallam fliste për disa ngjarje që do të ndodhin në ahir zamanin, në fundin e kësaj bote, dhe tha I dërguari sallallahu alaihi wasallam, sot kjo do të ndodh në kohën kur do të humbë dituria. Sa shja Rasulullah, si do të humbë dituria, kur ne e lexojmë
librin e Allahut, Kur'anin. Dhe ato do t'ja lexojmë fëmijëve tonë. E fëmijët tonë do t'ja lexojnë fëmijëve tyre. E kështu do deri në ditën e gjykimit, deri në fundin e botës. Çka kuptoi ky sahabi me dijen, do t'hum dia. A mos e kuptoj se do t'hupin zanotet e hekrarie, zdruktarie, dunjallak atje ekonomie, tijareta, biznese sene? Do t'hum dia me shtrejta, shpallja. Kur'anin mesin tonë e lexojmë. Atëherë pejgamberi alayhis salam në realisht e çortoi zjadin. E çortoi se kilet ke ummuke. Të post nona. Sa të ka mendu si të dishëm nga banorët e Medines, në të kuptimin që duhet njëri tjetë masu qelë, ta shë realitetin që e rrethon. A nuk janë këta jahudit dhe të krishtert, që janë? Medine ka pos jahudit. Kam pos lojme për krishtert. A nuk janë jahudit dhe të krishtert të cilët e lexojnë Tevratin dhe Injilin? Wala ya'maluna bi shay'in minhuma, kurse në anën tjetër nuk punojnë asgjë me to. Ky hadith vllazni na paralajmëron dhe na tërheq vërejtën për humbjen e diturisë. Mirë po të njëjtën kohë na tregon se si humb dia. Ose si nuk ka vlerë pastaj dia. E para kur ajo nuk njihet, nuk mësohet. Po tjetra se s'ka dije nëse s'punohet, nëse s'praktikohet. Si e përshkrujti pejgamberi pa diturinë të krishterëve dhe hebrejve. S'punojnë me ta, e lexojnë Kur'anin, lexojnë hadithin, po nuk punon me te. Fatkeqësisht, sikur shumë gjëra që na ka paralajmëruar Allahu Azza wa Jall nga popujt më herët të marrë mësim. Edhe nga kjo do të marrë mësim. Mos çuditeni njerëz kur të hapin Kur'anin dhe mas surës Al-Fatiha, surat më të gjata në Kur'an, të fillu prej Al-Baqara, Ali Imran, An-Nisa, tutje, flasin për hebrejt dhe të krishterët dhe gabimet e tyre. Qëllimi që të marrim mësim, të mos bim gabimet e tyre. Mirë, po realiteti është ky. Sa musliman sot thonë se janë musliman. Po so punojnë me islam. So praktikojnë atë në praktikë. Këtë dije po thonë prapë, këtë thesar kaq të madh, me cilin ka ardhur i dërguari sallallahu alaihi wasallam, shpallja Allah Azza wa Jall, që i tregon njeriu të kalumen e tij, jetën ku jeton, se si, pse, qysh, dhe i tregon edhe për të ardhmen e tij. Unë po vazhdoj hutben me një tregim interesant të Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Një njeri i cili kur ka dalë lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është prej njerëzve që më shumë të e ka urrejt të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Adi ibn Hatim at-Tai ka qenë nga fisi Ta. Sot nëse mundë me përshku në veri të gadishëll të arabik, dhe kur dëgjon për pejgamberin asam dhe rrethonat që po zhvillohen, ka qenë i krishter. Si një pjesë e arabek një ka shomi që kanë qenë, ik dhe shkon Sham. Ik dhe shkon Sham, largohet. Mirë po duke qëndru atje, mos tim në historisë, është të tregimi i motrës së vetë, që është takohet me pejgamberin sa me gjitha, mirë po vendos të vjen në Medinë, të pejgamberi sa thot dhe ta shoh. A është gënjeshtar? Është njëri që pretendon se është pejgamber dhe s'është pejgamber, apo qëllimin e ka të arrin pushtet, të arrin mbretëri? Kur vjen te i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit e njohin këtë person përveç se ka qenë nga paria e fisit të tij. Ajo që mas shumë e dallon këtë njeri është e baba i tij. Hatim ka qenë prej shembujve më të rrallë në historinë e arabëve për bujarinë e tij. U njoh tek gjithë arabët. Njerëzit po e njohin
E mirë për pejgamberi alayhis salam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ofron islamin. Thot ja Adi, eslim, teslem. Adi, pranoj islamin, bënë musliman, teslem, ki me shpëtu. S'ka shpëtim tjetër. Islami s'ka zgjedhje, feja Allahut. Jo fetë të devijume. Jo fetë të ndryshume. Thot, unë e kam fejnë time. Në një transmetim tjetër, sot feja jote dhe feja ime janë më të mira, se feja paganëve atë Mekës. Kur ishte Mekës pagan, e qartë besojnë në Zotat të rrejshëm. Sot, o Adi, sot unë një fejnë tonë edhe ma mirë se ti. Ja Adi, sot unë një fejnë tonë edhe ma mirë se ti, ja përsërit pejgamberi alayhis salam. Sa ta, a nuk je paria e fisit tanë? Sot po. Sot a nuk e han el mirba është një katërt e prehjes së luftës. Do të thonë kur ndohet prehja e luftës që fitojnë një popull ose një fes ose një mbretëri. Betejën, pasurinë asaj betejën e marrin paria, në këtë rast këta e kanë marrë një të katërt. Sot po. A nuk është kjo ndalu me thënë fejnë tane? Të gjithë popujt ma heret preja e luftës u konë haram. Veç të pejgamberi sa mos të lejume. Ata kanë pas obligim. Luftat kur i kanë kry me kretë prejnë e luftës me mbledh edhe zjarë me zbrit. Të me thonë, si në kohën e Isait alayhis salam, si në kohën e Musait, si gjithë me zbrit zjarë për qëllim me djek, për me tregu që nuk e kanë qëllimin dynjon, për kanë qëllim me luftu me fitu të vërtetën. Sot, a nuk e hani ju këtë? A është ndalu me kjo për ju? Sot, Adi, sot, këto sot jam likështu, jam dridhut. Mirë për pejgamberi se hiri urt i but, nuk dënë me ngarku. Elen me pa islamin, me pa njërët. Dikur i thot, ja Adi, sot unë po mendoj se ti nuk je të u bo musliman, për shkak gjendjes tronë që për rreth meje. Në disa transmetime, sot Adi vetë që ka të regu, sot erë një njeri dhe janë ku pejgamberi alayhis salam për fukarallak. Erë pastaj një njeri tjetër janë ku pejgamberi alayhis salam për pasigurinë për rrugë që plaçkicat ku del ku të shkon, nalin të marrin kretë që ka ki. Shtja Adi nashta kjo gjendje eron, fillimin Medine kështu ka qenë. Shtja Adi thot nashta kjo është ai që ty po të pengon. Por t'ja Adi, nëse ki ymer, e din thot ku është El Hira? El Hira ka qenë, është në mesin e Irakut sot, ka qenë një nga mbretërit e Arabëve, po që në atë kohë ka qenë mbretëri nën perandorin persiane. Perandorit e mloj kanë do mbretërit vogla dhe kanë qenë në ambrellën e tyne. Sot kanë dëgju për të. Sot nëse ki ymer, do del thot gruja që u thënë me deve, gruja prej Hirës, e do shkon në Mekë, do të bën tavaf dhe s'ja ka frikën as kujt pos Allahut azza wa jall. Sot Adi thot vetë me veti thash, e ku janë thot plaçkicat e fisit taj, për fis vetën se nulla i ka ra fisi vet. E ka një popull me vetë, kush ka kalu, i kanë plaçkite, i kanë ol. Vetë me vetë thash, ku ka me konë në fisi jam, ku jenë ata njerë që janë si me thonë sot kartelet e drogës, se këta farë banditat e këta, që s'kalojnë njeri për ndalë. Sot ja Adi, sot nëse Zoti thot t'ja pjetë, ki me pa se si do të qlirohen thesaret e Persis, e Kisra se thot. Adi thot e trondit kjo fjallë, perandori. Sot Kisra ibn al-Hurmuz, sot a ki fjallë në e farë Kisra e tjetër, a Kisra në birën e Hurmuzit, sot po, sot mbretin e Persis, perandorin e Persis, do të hapet, do të shlirohen vendi tyre nga muslimat. Sot ja Adi, nëse ki ymer dhe jetë të gjatë, ki me pas e del njeriu me dur plot, me ari dhe argjend, me nxjerr zakatin, me dhon pasunin e tij. S'ko me gjetë njeri që pranon.
Ta shkallëzon pejgamberi për të ardhmen që kjo në një farë forme ka ndodhur në kohën e Omer ibn Abdulazizit, por ajo që ka në hadithe tjera që të ndodhë me të madhe është kohën kur do të vjen Isa alayhis salam para kiametit. Që mos ka nevojë, zakati nxjerrë kur njerëzit kanë nevojë, sadaka e hepet kur njerëzit kanë nevojë. Vjen koha që s'ka më pas nevojë kërkush për arrin dhe argjend. Pastaj pejgamberi sa flet për ditën e gjykimit, thot njeriu thot do del para Allahut azza wa jall. Nuk kanë mes ti përkthyes të Allahut. Shikon njeriu në anën e djathtë, nuk sheh as javë se zjarrin. Shikon në anën e majt, nuk sheh as javë se zjarrin. Ai do të ecë përpara. Çdo njeri do të kalon me ujin e siratit. Çdo njeri do të trupon për xhenem. Atëra diu përmend se pejgamberi sa ka porositur që më rrit ti zjarri qoftë edhe me një gjys hurme. Nëse se ka njëri këtë mundësi, bile me një fjalë të mirë. Do thot një Allahu do t'i thot njeriu: a nuk kam dërgu pejgamber që ta përcjellte ti mesazhin tënd? Kjo do të jetë pyetje vëllazë. Kjo është ardhmë e njeri që do të pret çdo njeri. A nuk kam dërgu pejgamber me ta përcjell mesazhin tim? Thot gjithsesi ja Rasulullah. Pastaj pyetje tjera, a nuk kam jap mall pasoni, a nuk kam të pasuruar, pyetje tjera. Adi radiallahu anhu, se pastaj e pranon Islamin, thot e kam prit kohën kur gruaja u thon prej Hiras e në Qabe dhe se ka frikën as kujt pas Allahut azza wa jall. Ka marr vet pjesë në çlirimin e perandorisë së Persisë. Vet ka marr pjesë, ka qenë bile njëri nga komandant. Sot dhe gjithsesi do të vjen koha ku do të nxirret ari e argjendi me grushta dhe s'ka kush që e pranon se si duhet as kujt. Kjo është dia e Allahut. Kjo është ajo që e dim për të ardhmen. Jo parashikimet kota, jo falle, jo, kjo është e ardhmja, jo ondrat kota. Eslim teslem, bënu musliman kime shpëtu, s'ka rrugë tjetër. Një islamin puna me ta, për ndryshe, s'përfiton asgjë për isaj. Allah na bëf prej atyre që e kuptojnë këtë madhështi të Allahut azza wa jall. Rëndësinë e shpalljes, rëndësinë e fjalës së Allahut Kuranit dhe udhëzimin e pejgamberit sa e kapën fort për këtyre dyjave dhe Allah na shpëton këtë botë në botën tjetër. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vëllezër të nderuar, Allah te bareke wa ta'ala që tash ka dërgu libra pejgamber në rastin tonë Kur'anin dhe Sunetin që të na udhëzojnë në rrugën e drejtë. Na ka dhënë ose na ka obliguar gjëra të cilat do t'i kryejmë. Koka e gjitha këtyne mas të uhidit është namazi, t'i rrim gati namazit, kemi të kujdesshëm me namazin, pastaj edhe me obligime tjera. Në raport me njerëzit, kemi me hlem për njerëzit, jo therr. Në raport me njerëzit, kemi sikur një ujë që ja hek njerëzve etjen, jo zjarm që i djeg ata. Të rrujmë raportet tona me Allahun azza wa jall, të përmirësojmë raportet tona me Allahun dhe me njëri tjetrin. E mos të habitemi, mos të jetojmë gaflet. S'është natyrë e njerit me kon gafel, ha? Shpejt bëhet neglizhent. Pse se i njeri, nuk je melek. Melekët ato janë që nuk lodhen, falin, luten, e madhrojnë Allahun, pa pushim, kur s'lodhen. Njeriu lodhet, njeriu harron, njeriu habitet, njeriu mashtrohet. Atëherë ajo që duhet njëri gjithë tjetë i kujdesëm që të mos habitet. S'munët gjithë herë në xhami me konë. S'munët gjithë herë namaz me konë. Punën e shtëpia, obligimet tona, mirë po gjithë herë mos me haru. Mos me haru Allahun, mos me haru obligimet. Me kuptu halon dhe haramin me i dalun. Allah na forcoft në besimin tonë
na rrit imanin ton, na udhëzoj drejt veprave dhe fjalëve të mira me të cilat njeriu e fiton xhenetin, dhe na ruaj nga çdo fjalë dhe vepër e cila na ofron afër zjarrit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون